fiskale është nisma më e re që qeveria po bën për të sjellë më shumë para në arkën e shtetit edhe për të dhënë bizneseve mundësinë për të deklaruar kapitalet e tyre në një nivel sa më të ulët taksimi. E gjithë kjo është drejt fazës përfundimtare të hartimit. Por pyetja që shtrohet është, a rrezikon paqja fiskale të kthehet më shumë në një port për futjen e parave të krimit të organizuar në ekonominë e Shqipërisë sesa thjesht një nismë pozitive për formalizimin e kapitalit? Natyrisht që çdo mjet që formalizon kapitalin, sepse këtu nisë gjitha, nuk mund e ka shumë të vështirë që të bëjë një dallim të mirëfillt mes kapitalit të paformalizuar, informal, që ka ardhur nga biznesi, shmangja e taksave, evazioni fiskal, sepse kjo është ideja e faljes kapitalit. Pra, shmangja ato para që kanë ardhur nga shmangja e taksave të futen në ekonomi duke i falur ata njerëz. Pra, duke i dhënë duke dhënë një grace, një falje për veprimin që kanë bërë, por është e vështirë që ti ndash se kush para ka ardhur nga aktiviteti i biznesit dhe informaliteti në biznes, dhe kush cila para ka ardhur nga aktivitetet tjetër kriminale, që mund të jetë trafiku ose mund të jetë droga etj. Pra, çdo lloj forme falje kapitali e ka këtë ngërç. Dhe në këtë rast ne hasim po të njëjtin problem. Shikoj çfarë do me faljen fiskale. Përmendet tek ligji për faljen fiskale fakti i rishikimit të deklarimeve që janë bërë në vitet e shkuar. Tani, unë e kuptoj që në një situatë ideale, rishikimi do të thotë që shiko, ti ke shmangur domethënë ke deformuar pak llogaritë tua në bilancin tënd për të shmangur taksat në atë kohë, kështu që unë po t'jap mundësinë që ti rregullosh llogaritë tua. Kjo është e para, por kjo është e para në mënyrë shumë ideale. Efektivisht çfarë do ndodh është që në momentin që ti hap derën e rregullimit të pasqyrave financiare në të shkuarën, i hap mundësinë dikujt që ka para për të pastruar dhe ka një mendje të mbrapshme, që këtë pikërisht element ta përdor për të rregulluar llogaritë duke futur para që nuk kanë ardhur si pasojë e evazionit fiskal të bërë në të shkuarën, po para që mund të kenë ardhur si pasojë e krimit, para që mund të ardhur si pasojë e trafikeve, si pasojë e drogës etj. Dhe ideja është që përse qeveria shqiptare zgjodhi këtë moment, ose më saktë keni parasysh ka qenë momenti i fushatës elektorale kur u deklarua, po keni parasysh kërkesat kanë qenë në fushatën elektorale. Pse zgjodhi këtë moment? Natyrisht që një tentative dështuar që ka pas qeveria ka qenë ajo amnistisë fiskale. Po e keni parasysh në vitin 2022-2023 u propozua ligji për amnistinë fiskale, i cili u kundërshtua fuqishëm nga partnerët tanë, sepse praktikisht ne po legalizonin paratë që vinin nga trafiqet dhe partnerët tanë nuk mund ta tolerojnë këtë, për sa kohë që Shqipëria pretendon që të jetë një vend gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Duke parë që nuk e lanë që të hynte nga dera, çfarë bën? Kryeministri zgjedh të futet nga dritarja. Dhe çfarë bën? Propozon një ligj për paqen fiskale, me qëllim parësor të dukshëm faktin që këtu po falen disa detyrime të prapambetura që kanë kompanitë etj, por duke lënë aty dritare ka mund të futej edhe paraja e pist dhe e servir këtë si një moment, le të themi, rikonciliimi ose më saktë barazimi llogarish, ku i tregonte atyre që kishin mbajtur, pra kreditorëve të mëparshëm, i thoshte shiko, ju mund t'ju falim një pjesë detyrimit që keni pa paguar, pra do të vini gjobat mund t'i falim fare, detyrimi fiskal mund ta përgjysmojmë ose sipas rastit, por e vuri fokusin këtu te falja e detyrimeve të papaguara. Më kupton? Dhe fshehu nën këtë, fshehu edhe faktin që hapi një derë për të futur parat e pista. Dhe ishte e ndërtuar mirë nga pikpamja e PR-it. Pse? Po ta shikosh, vëmendja e gjithë diskutimit publik nuk u fokusua tek momenti, tek Neni 6, ai Neni 6 ishte i tmerrshëm. Kuptonte, Neni 6 i cili hapte rrugën e rishikimit të llogarive të shkuara, duke hapur rrugën për të futur, për të penetruar paraja e pist, por të gjithë u fokusuan pse i fale ti këtij kaq lek, pse i fale këtij tjetër ti kaq lek, ky ka kaq për të paguar, unë që i kam paguar pse unë i kam paguar, unë jam budalla, ai që s'ka paguar për shtetin, ai që ka i zgjuar sepse aty shteti ja fal. Pra, e ndërtoi, ishte një mekanizëm i plot, i cili kishte menduar edhe për debatin publik.
Mendoj që skeme e mirë organizuar ishte e gjitha. Edhe debatin publik, sepse edhe në debatin publik u fokusua pse ja fal ti, jo do t'i falësh çet kastratin të, jo do t'i falësh. Ndërkohë që halli i kryeministit ose më saktë ajo që fshihej poshtë ishte fakti që këtu po priteshin të penetronin parat pista pafund. Dhe natyrisht që ky ligj, unë them që përmushi dy misione. Para një herë që përmushi misionin elektoral duke i premtuar atyre le të themi debitorëve të shtetit deri në atë moment, që shikon ne do t'ju shikojmë, pra gjithë atë benefitin që sjell një amnisti e detyrimeve, duke i thënë që shikon ne do t'ju shikojmë detyrimet që keni ndaj shtetit, ato që s'keni paguar. Ky ishte benefiti i parë, që ishte benefit politik elektoral. Krau tjetër, ajo që vërtet ka qenë besoj unë në thelbi i çështjes, hapi një rrugë, ky ligj hapi një rrugë që në Shqipëri për këto 2 vjet sa do të jetë efektiv ligji, të arrijnë të penetrojnë në ekonominë e pastër milionat e eurove të cilat nuk arritën dot të penetronin me amnistin fiskale. Se çfarë ndodhi me amnistin fiskale ishte, në momentin që u hap llafi për amnistin fiskale, milionat e eurove erdhën në Shqipëri dhe janë të stacionuar në Shqipëri. Dhe presin të legalizohen. Nuk ja doli me amnistin fiskale. Bën të ligjin tjetër tani dhe ato milionat e euro i penetron brenda ekonomisë formale. Dhe unë besoj se kjo ka qenë arsyeja sepse u ideua ky ligj edhe u kompozua në këtë formë siç është kompozuar. A mund të më sjellësh një rast konkret se si mund të pastrohen paratë e krimit të organizuar përmes një mekanizmi të tillë siç është paqja fiskale? Jo. Marr në 6. Në 6.3. Në 6.3 mos gaboj gërma C. Më falni nëse nuk kam referencialisht të saktë. Por besoj se është pika C. E cila thotë që lejohen thotë që të rregullohen llogaria e arkës për 3 vitet e shkuara. Kupton? Atëherë, si mund të ndodhë? Nëse unë do kisha një biznes dhe të kisha një mendje të mbrapsht. Dhe ju jeni personi që ka ardhur me paratë e pistat të aktivitetit tuaj që keni kryer në jashtë shtetit me paratë pistat droge apo në trafikisht të tjetër. Unë do të thoja këtë. Shiko, meqense po më hapet kjo mundësi, unë në vitin 2024 kam deklaruar gjendje arke, pra kesh në arkën time, sepse kjo është llogaria e arkës, është tregon sa kesh ka arka e kompanisë në atë moment. Kam deklaruar le të themi 10 milion lekë. Ë? Hajde marrim fusim edhe këto 500.000 euro dhe tua, kupton? Pra që bie edhe le të themi 50 milion lekë të reja. Fusim edhe këto 50 milion lekë të tua. Dhe unë e rregulloj llogarinë dhe i them shtetit kam 60 milion lekë. Pra nga 10 milion që kisha, kam 60 milion. Ndërkohë që kam marrë dhe 50 milion ose 500.000 euro dhe tuaj kam futur brenda llogarisë. Dhe ndërkohë, më pastaj, pasi të bëj deklarimin, pasi shteti të ma pranoj deklarimin, këto tashmë janë para të ligjshme, sepse janë pjesë e një bilanci kompanie të njohur nga drejtoritë atimeve. Më kupton? Të 500.000 euro janë tashmë të ligjshme. Unë t'i kthej ty nëpërmjet formave nga më të ndryshme. Kupton? Pra që mund të jetë një, nuk e di, mund të jetë një kredi, mund të jetë një borxh, mund të jetë një konsulencë, pra mund të pajtoj ty për të bërë mua konsulenca, gjoja konsulenca dhe të paguaj ndërkohë 500.000 euro tënd, ta jap mbrapsht të gjithin, pra dhe në këtë formë, në fund të gjithë procesit, ti do të kesh në bankën tënde 500.000 euro dhe unë të kam bërë shërbimin që të kam marrë 500.000 euro dhe ti kam sjellë të pastra, pra ti kam marrë cash dhe ti kam sjellë të pastra në llogaritë tua bankare. Pra kjo është rruga që do ndiqej, po e marr shumë të thjeshtuar, nuk është kaq e thjeshtuar, por për të kuptuar konceptin, idenë. Domethënë do të ndodhi kjo rrugë. Do të merret keshi, do të futet tek llogaritë e reja që do të rregullohen, do të bëhet pjesë e lekëve të pastra tashmë. Në momentin që bëhet pjesë e lekëve të pastra ti mund t'i kthesh mbrapsht në forma nga më të ndryshme. Pra mund të ketë forma nga më të ndryshme të cilat ti mund t'i kthesh mbrapsht tek shumë. Ti që ke punuar jashtë shtetit me droga apo me trafiqe, erdhe tek unë që kam një biznes dhe unë të ndihmova dhe të mora 500.000 euro nga kesh që i kishe ti, i morëm, i futëm në bankë dhe i solla aty në formë llogarie bankare. Në kupton, pra kjo do të jetë rruga se si do të. Dhe është një ndryshim, sepse janë disa variante që përmenden aty në ligj, por ky është një ndryshim. Çfarë mekanizmash kontrolli duhet vendosi shteti që kjo nismë mos kthehet në një amnisti për paratë e palishme?
Shiko, unë kam një problem personalisht, dhe ky shëndrimi im personal, nuk kam një problem me faktin, me fjalën amnisti. Pse? Shiko, ligji është i njëjtë për të gjithë. Dhe ne jemi të gjithë të barabartë para ligjit. Çdo akt amnistimi, nuk na bën më të barabartë para ligjit. Pra, nëse ne të dy jemi të dy persona që kemi kryer aktivitetet tona biznesit. Unë kam paguar taksat, ti nuk i ke paguar taksat. Në momentin që ligji funksionon një lloj për të dy, si për mua, si për ty, atëherë ti duhet të ndëshkohesh. Sepse kjo më tregon mua shumë, jep mua shembull që shiko, ti zbaton ligjin dhe jeton i qetë, ai që nuk zbaton ligjin ndëshkohet. Dhe ky është një paritet normal. Pra pariteti normal, moral, i shoqërisë është para ligjit e jemi të gjithë barabartë, kush nuk respekton ligjin ndëshkohet. Tani, falja nga ndëshkimi, çfarë tregon? Tregon që ne nuk jemi më të barabartë para ligjit. Unë që kam respektuar ligjin që kam budallaj, që kam respektuar të ligjit, ndërsa ti që nuk e ke respektuar ligjin, ti që ke zgjuar. E zgjuar në këtë rast. Sepse ti i mbajte lekët e shtetit, nuk ja paguajte lekët e taksave shtetit. E shkele ligjit dhe nuk të gjeti gjë. Pra nuk u ndëshkove për shkeljen e ligjit. Mua më ka mbajtur mos respektimi i ligjit ka qenë frika nga ndëshkimi. Pra pse unë nuk e kam respektuar, nuk kam zgjedhur të mos ta respektoj ligjin, ka qenë pikërisht sepse kisha frikë se të ndëshkohesha. Por nëse që ka kështu, atëherë kush është mësimi që marrim që të gjithë? Sotri, ti përpiqu të shmangësh sa më shumë taksat, sepse do të vi një ditë një kryeministër, a një qeveri, a një mazhorant, si do ketë një hall elektoral, dhe do të bëjë një amnisti fiskale. Dhe ti do ta shfutosh. Do të shfutosh të lekët e taksave që ke lënë pa paguar dhe do të kesh mundësi që të përfitosh. Kështu që kush është pasoja e amnistimit është kultura që përhap. Pra kultura që mos paguaj taksat, mos u bë budalla, mos paguaj taksat, më mirë lej pa paguar taksat, sepse do vi një ditë, do kenë një hall elektoral ta politikan, ne do të hapin amnistin fiskale. Dhe prandaj unë jam kundër amnistimit në koncept, si koncept. Unë jam vetëm, dikujt jam pronë. Pra, në qoftë se ne kemi, le themi, detyrime të vjetra, shumë të vjetra pa paguara, le themi 15-20 vjet më parë, të cilat kanë humbur kontaktin me realitetin. Pra kompanitë të cilat nuk janë më, njerëz të cilët nuk janë më, kanë pasur sa detyrime dikush, sepse mund të ketë në regjistrat e detyrimit statime, mund të ketë borxhe të njerëzve që nuk jetojnë më. Apo që kanë pas dikur kompani, kanë pas sa detyrime për shlyer dhe detyrimet statime i mban aty ato shifra, më kupton? Sepse duhet t'i mbaj, kështu thot ligji. Për pastrime të tilla jam dakord. Që ti futu, shiko, verifiko, është ky personi që ka këto lekë tu që kemi borxh? Po s'është më hiqe, se shkon. Janë shifra në letër sa të ngatrojnë llogaritë, se gjithë tjetër nuk bëjnë. Për këto po. Unë jam dakord. Maksimumi në qoftë se ka një reverse fiskal. Pra, çfarë do të them? Në qoftë se për shembull dikur ka qenë penalizimi për mos pagim të atim fitimi, ka qenë le të themi 100 lekë. Erdhi një ligj i ri që e bëri 50 lekë. Dhe kemi këtu penalitetin, jo detyrimin fiskal. Po flas penalitet gjoba. Pra e bëri nga gjoba nga 500 lekë e bëri 100 lekë. E kupton? Apo nga 100 lekë e bëri 50 lekë. Atëherë, të 50 lekësh, për ata që nuk e kanë paguar gjobën, mund t'ja u falësh, sepse tashmë shoqëria e konsideron që gjoba duhet të jetë vetëm 50 lekë. E kupton? Pra mund t'i falë vetëm 50 lekë që janë diferencës, jo një gjobë. E kupton? Ndërsa për sa i përket detyrimit fiskal, s'ket llaf zero asnjë lekë. Zero, për sa kohë je gjallë në të tokë, ti je debitor ka shtetit për të paguar gjithë detyrimet fiskale. Sa kohë që merr frymë. Në momentin që ikën atë botë, aty po mbaron dhe detyrimi jot. Po për sa kohë që merr frymë, asnjë nuk duhet t'i falen taksat. Taksat nuk falen. Taksat është e pamundur ta mendosh të falen. Zero. Taksat duhet t'i paguajmë që të gjithë. Se pastaj shkërmoqet shteti. Po u hap kultura mos pagesës së taksave, këtu shkërmoqet çdo gjë. Pra nuk futemi ne në këto lojra. Ti themi njerëzve, shiko, mos paguaj taksa ti se do ta rregullojmë një ditë. Se këtë mendojnë njerëzit. Gjithkohë këtë mendojnë. I pagova taksat unë, budallaj. Ai zgjuari, si pagoj taksat ai? Erdhi momenti bap ja fali qeveria. Taksat u falen.
Gjoba ndoshta, po edhe për gjobën nuk jam të falet. Po thjesht të korrektohet në varësi të gjykimit të shoqërisë. Nëse shoqëria gjykon që gjoba duhet ulur, atëherë lej ta bëj vetëm diferencën. Por taksat 0 dhe nuk bëhet afare. Dhe unë prandaj jam në parim kundër konceptit të amnistive fiskale. Përveç se rregullimeve të llogarive, që u tjenë to. Rregullimeve të llogarisë për detyritatime e tjera. Zero. Taksat nuk falen. Po, në vendet që është aplikuar kjo amnisti fiskale, çfarë tregon ato raste që kanë sjellë më shumë para në ekonomi, apo vetëm kanë rritur rrezikun e pastrimit të parave? Shiko, në asnjë vend, pavarësisht se nga, le të them, shumë zëra që ishin pranë qeverisë, munduan që të sillnin këto eksperiencat e vendeve si Italia apo Greqia apo njëra apo tjetër, të cilët deklarohen në fakt që po kryejnë amnisti fiskale. Jo, nuk ka pasur falje të detyrimeve. Nuk ka pasur falje të kapitalit. Nuk ka pasur amnisti kapitali. Jo. Çfarë ndodhte ishte në momentin që ajo ka qenë e gabuar për mendimin tim, gjithsesi ai ka qenë koncept që duhet që është pjesë e vendimarrjes politike të vendit, natyrisht shumica vendos. Po për sa kohë diskutimi është a duhet falur taksat? Unë isha që jo. Në ato vende janë falur thjesht detyrime fiskale. Kupton? Janë falur detyrime fiskale të cilat ishin materializuar. Pra, ti ke pasur 1 milion euro taksa pa paguar. Ndërkohë ke ndërtuar një shtëpi, ke ndërtuar një fabrikë të re apo ke ndërtuar një shtesë fabrikës e tjerë. Ai, për sa kohë që kishte detyrimet e papaguar, nuk ta legalizonte fabrikën e re. Në një moment caktuar Italia vendosi po, ne do të bëjmë një amnisti kapitali, pra ky zotëria ka 1 milion euro taksa papaguara, ka bëj fabrikë të re. Okej, po ja quaj. Kupton? Por asnjëherë nuk lejoj dritare as të vogla fare për penetrimin e paras drogës. Asnjëherë. Pa pasur një rakordim që ti ke kaq lek pa paguar shtetit, apo ti ke kaq lek për të paguar shtetit. Por ndërkohë këto i ke përdorur për biznesin tënd, ke zgjeruar biznesin tënd, të cilin unë nuk ta formalizoja do deri në djesë sepse më kishe lek për të paguar, sot do ta formalizoj. Kjo lloj amnistie që edhe për këtu janë kundër, por gjithsesi ka një farë sensi sepse rregullon marrëdhënien brenda sektorit biznesit. Por nuk lë asnjë dritare për paranë e PIS, paranë e drogës për penetruar. Asnjëherë nuk është bërë amnisti kapitali. Nuk e hap Europa, sidomos Europa që ka shumë traditë, e që ka shtete ligjore që datojnë 200 vjet më parë. Nuk e hap të dritaret e penetrimit të parasë PIS. Edhe të falis të taksave e ka me shumë ngërç, sepse e kupton. Nuk duhet dënë shembulli, sepse kthehet në kulturë shembulli pastaj. Në momentin që shembulli pranohet, kthehet në normë. Pra, sepse ai thotë, siç ja bëra ti, ma bëj dhe mua, pse çka mua? Me i keq se ai jam unë? Ligji është i barabartë për gjithë thotë. Prandaj ata janë shumë kujdesshëm, thonë, jo, stop, nuk bëhet kjo. Ka pasur raste sporadike, por që janë rregulluar gjithmonë brenda biznesit, gjithmonë që ka pasur një farë sensi logjik që dakor, no valla, tani ai ka 1 milion euro, nuk është se i ka marrë, ai ka bërë pushime me 1 milion euro. As ka blerë shtëpi për vete, as ka blerë makinë shtrenjtë. Ai 1 milion euro e ka hedhur, ka hapur sa vende pune. Ai ja vlen t'ia falin, po ja fal. Kjo deri këtu ka shkuar. Po absolutisht nuk bëhet lart që të diskutohet për falet taksave, apo falet detyrimeve, merri ti bë çfarë duash, ble ti shtëpi, ble jahtë ti, ik me pushime, bë çfarë duash ti, se nuk e kemë lekë shtetit. Jo, zotëri. Lekët e taksave nuk falen. E para dhe dyta, ajo tjetra pastaj që të lejosh ti të futen lekë të krimit, e lekë të drogës, ajo as nuk çohet në përmend. Jo më të lejohet. As në përmend nuk e çon më herë. Në momentin e parë që ka një drejtar të vogël, të gjithë vendosen në alert, të gjitha aktivitetet bllokohen. Gjithë aktiviteti bllokohet. Jo më të bësh ligj ti për të bërë. Në kushtet kur Shqipëria është ende në nënvërshkim për çështjet e pastrimit të parave, a mund na krijojë kjo nismë probleme me partnerë ndërkombëtar apo të na krijojë probleme edhe në raport me procesin e integrimit evropian të vendit? Patjetër, unë besoj se pasoja e parë kjo do jetë. Pra, nuk është e tolerueshme, ata nuk e tolerojnë këtë gjë. Nuk e tolerojnë dy aspekte. Para një është kultura e ligjit, kultura e respektimit ligjit. Pra, nuk tolerojnë ata që ti të marrësh të shkelësh kulturën e respektimit ligjit duke shkelur barazin e shtetit ose para ligjit. Shiko, Europa pranon shtete ligjore.
Shtete ku ligji funksionon i njëjtë dhe i barabartë për të gjithë. Shtete ku ligji është mbi të gjithë dhe të gjithë ne jemi poshtë ligjit. Në Europë vetëm kështu. Nuk pranon ajo, sepse shembuj të tillë, pra fakti që i pranon qoftë në kontekst politik, ti e pranon një shtet që pretendon të jetë shtet evropian, të kryet të tilla veprime, atëherë ti zëre se ke kryer dhe ti vetë. E kupton? Prandaj ata ishin shumë të ashpër për di puna tek amnistia fiskale dhe besoj do të vazhdojnë të jetë të ashpër edhe në lidhje me ligjin për paqen fiskale, sepse nuk duan të hapin precedent. Nuk lejojnë ata të hapin precedentin në këtë pikë. Pse? Nuk e kanë hallë tek ne, si u prish puna për ne aty. Kanë hallë se nëse ata e pranojnë, qytetarët e tyre do thonë që ju jeni kështu. Pra ju e lejoni. Dhe do të filloj të përhapet si virusi. E kupton? Koncepti që shiko këtu lejoka dhe amnistia fiskale, këtu lejoka që këtu paska forma, domethënë se si me të një ndërhyrje politika mund të bëj këtë gjë që neve të shmangim taksat, mos paguajmë taksa, apo më keq akoma penetrojmë parat PIS, parat të krimit, të penetrojmë në ekonomi. Kupton? Prandaj ata janë shumë kujdesshëm dhe shumë sensibël në lidhje me këtë çështje. Nuk lejojnë ata. Kjo është e para, e dyta është edhe pragmatizmi i thjeshtë. Janë parat e tyre. Pra, parat e drogës që vijnë nga Spanja, Anglia, Gjermania, Italia, janë parat italiane, spanjollë, gjermanë. Kupton? Ai nuk lejoj që ti t'ju vjedhësh parat atyre, kupton? Dhe të vish këtu e ti legalizosh si patë klifare, ti futesh në ekonominë tënde si patë klifare, kupton? Edhe këtë se lejojnë ata, edhe për interesin e vet pragmatist, të mirëfillt, kupton? Por unë them që ata janë shumë të ngurtë në lidhje me këtë pikë. A mendoni se kjo nis mund të jetë ndikuar dhe nga interesat oligarkëve në bashkëpunim me qeverinë me në krye Belinda Ballukun? Nuk diskutohet që interesat e qeverisë, duke përfshirë këtu gjithë komponentë e qeverisë, duke përfshirë Belinda Ballukun, Taulan Ban, gjithë çka ka mbetur atë, pjesa me Marienburg, Ario Velia, ne gjithë po pavarësisht kësaj. Natyrisht që të gjithë do përfitonin. Po pse unë nuk u bëra pjesë e zërave që insistonin tek përfitimi apo tek deklarimi i listës së njerëzve që do përfitojnë. Po dëgjoni. Problemi kryesor që u parashtrua është që nëse ne përqendrojmë në fakt. Te fakti i faljeve, në fund fare do na bëjnë një lëvizje të vogël, dhe duke na bërë një shmangje të vogël, do të na nxjerrë blof dhe nuk do të merremi me atë që duhet të qimarrim. Kupton? Praktikisht unë e di që ky ligj edhe faljen fiskale, edhe faljen që do t'i bëj detyrimet, e ka posaçërisht për oligarkët, për njerëzit që ndrojnë brenda qeverisë, kupton? Për njerëzit e lidhur me Belinda Ballukun, për njerëzit e lidhur me Taulan Ballën, apo me radhë tjerë, me Erion Velien. Sepse kush ka mundësi që të lejë taksa pa paguar në shtet? Sot. Unë dhe ti s'kemi asnjë shans. Në momentin e parë që lëm taksa pa paguar të vjen vetë time te dera. Merr biznesin, merr shtëpinë, merr gjitha. Kush ka mundësi që të lejë taksa pa paguar? Janë oligarkët që janë pranë qeverisë. Dhe natyrisht që falet taksash ka vlerë vetëm për ata, se të tjerët i kanë paguar taksat. Se me mos me paguajt të vjen të mbyllë nuk të lë të dalësh nga dera shtëpisë. Më kupton? Por unë pikërisht për shkak të faktit se kjo gjëja do të na hiqte vëmendje, ose më saktë, ai do ta hiqte si karem për ta tërhequr më mbrapa, dhe ne ta kishim përqendruar gjithë bateritë e sulmit tek falja e taksave. Ndërkohë që qëllimi i tij është si parën e PIS në ekonomi, prandaj dhe zgjodha që të qëndroj më tepër tek fakti që shikoni se ky ligj, për sensibilizimin që shikoni se ky ligj hap rrugën për pastrimin e parave. Sepse këtë nuk është vënë dot ai, se ky është qëllimi që ka pasur. Nuk ka pasur me fal çetit ku diun 2 milion apo 1 milion euro taksa apo ku diun Zamir Manes apo nuk e di se kush janë. Po këta oligarkët janë që s'paguajnë taksa. Të tjerë qytetarët i paguajnë. Pra, por nuk ka qenë ky qëllimi. Ka qenë qëllimi që ky të fusë parat PIS në ekonomi. Të fusë parat e drogës në ekonomi. Prandaj u përqendrova më shumë tek kjo.